وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Gjitha falënderimet të takojnë Allahut të madhëruar, që është i vetmi i denjë dhe meritor, për cilin i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet qofshin për të dërguarin të zgjedhur e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe gjithë ata që për mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatit, për gjitha ato të mira të cilat jetojmë, të cilat nuk i numërojmë dot. Në mënyrë të veçantë jemi me mjaftë që na mësoj të takojmë sot në këtë vend të bekuar, në këtë kohë që i paraprin ardhjes së muajit të bekuar të Ramazanit. Jam shumë me mjaftë edhe hoxhës tuaj, vllajt tim Hoxh Milenit, për respiratën dhe respektin, për ftesën që ma ka bërë, e që me kënaqësi i janë përgjigj, nga se nuk është se kam ardhur shpesh në Pogradec, por edhe kemi në kaluar që kam qenë të kësaj radhe, jam nuk e kalu mirë, e zi vetëm mirë në mesit e juj. Ndaj, lusë Allah në madhëruar që takimin tonë t'i vajtë të bereqetshme, të dobishme për neve, ndërsa këtë dashuri dhe respekt që e kemi të ndësirë gjithsesi, ta bëjë shoqëruesin tonë deri në xhenet. I dërguari sallallahu alaihi wasallam e kishte shprehi kur afrohej Ramazani, kur vinte Ramazani, i përgëzonte muslimanët, i përgëzonte shokët e vet. Dhe ajo fjalia e famshme që na është transmetuar neve është duke thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam: "Atarakum Ramadan, shahrun mubarak", o erdhe Ramazani, që është një muaj mubarak, ne i themi i bekuar, por në spërthim, mubarak do të thotë plot mirësi, plot begati, dhurat e mbushur në plot detaje të mira, në plot mundësi që besimtarit të përfitojë edhe të dalë prej Ramazanit shumë më i mirë dhe shumë më mirë se sa të hyrë në te. I dërguari sallallahu alaihi wasallam këtë si hariq e vazhdonte të tregojë besimtarëve për vlerat e Ramazanit. Në këtë muaj thonte hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhenemit, prangosën djaj. Në këtë muaj është një natë vlera e cilës e te i kalon vlerën në 1000 muajve. Dhe në fond e banë një paralajmërim me një intensitet të seriozitet. Thonë ai i cili privohet nga kjo natë, ai është privuar nga tërmirësia. Askush, derisa Allah i madhruar mirësinë, e ka ofru për bollak, e ka vot kafshme dhe të mundshme, e ka lënë plandorës se cilit prej neve. Askush nuk mund të privojë asë njërin nga mirësia, mundet se cilit të privojë vetën e vetë. Andaj mund të themi se Ramazani vijes një pak kohë e mbushur me shumë dhurata, me shumë begati, mundësia për të përfituar është për se cilin prej neve dhe pa përfituar do të mbetet vetëm ai i cili refuzon të përfitojë. Ramazani, sikur se e dim, është kohë, muaj i cili vije një herë në vit, mundësi për të ndruar shprehit, mundësi për të ndruar nga njerë dhe rutinën e jetës të paktën gjatë këtyre ditëve të numëruara, të cilat Allah i quan e janë ma'dudat, ditë të numëruara që do të thotë, mos u bezdisni, mos u mërzisni se nuk s'qatë shumë. Edhe në gjitha të përgëdhemi e hyjnore, Allah i madhruar si kur dëshiron të na e heqë, të na e largoj frikën nga Ramazani dhe frikën nga agjerimi. Frikën nga koha na e heqë duke thonë e janë ma'dudat.
Ndërsa frikën nga agjerimi na e heq duke thonë Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. O ju që keni besuar, po është po obligim juve agjerimi si kurse ka qenë obligim për ata që ishin para jush. Do të thotë se nuk jeni ju të vetmi që do të agjeroni, nuk jeni madje as të parët që do të agjeroni, ka patur njerëz para jush që kanë agjeruar dhe kjo fakti se ka patur njerëz para neve që kanë agjeruar në jetë t'i kuptojmë dy gjana. E para, derisa dikush ka agjeru dhe ja ka dalë, sigurisht do t'ja dalim edhe ne. Derisa dikush ka agjeru dhe nuk ka dështu jetë. Dhe askush nuk ka vdek nga uria në Ramazan. Pra, askush nuk ka vdek si pasoj agjerimit. Vdesin njerëzit nga uria për rrethana tjera. Mirë po si pasoj agjerimit nuk vdes askush, pra nuk do të vdesim as ne. Ndërsa mësimi tjetër që gjithashtu është i rëndësishëm është se ata që i kanë interpretu fjalët e Allahut që plot pra komentatorët e Kur'anit kanë thënë se kur thotë Allahu kema kutiba alal ladhina min qablikum ashtu sikur se u ishte obligim atyre që ishin para jush. Kush e kishte obligim atyre? E kishin pejgamberët të dërguarit Allahu dhe umetet e tyre. Do thotë njerëz të mëdhej, njerëz të dëshmuar të njerëzimit kanë agjeru, andaj të agjerojmë edhe ne i bie se po e fusim vetën tonë, po e rëndisim vetën tonë në karavanin e atyre burrave të mëdhej që kanë kaluar gjatë historisë njerëzore e që për neve mjafton krenari, mjafton edhe lavdi, që të themi se ne e bojmë një veprim sikur se e kanë bërë të përzgjedhurit e Allahut të mëdhenuar. Ramazani me komplet ofertën e tij. Pakoja e ofertës së Ramazanit është shumë e begatë. Ai përbën në vete detale shumë të rëndësishme. Ramazani është mundësi që ne ta shpërfaqim për uljen tonë dhe Allahut fuqiplot në të gjitha format e mundshme. Nuk ka asnjë fushë e jetës në cilën Allahu mund të apërohet e që nuk e kemi në Ramazan. Për arsye se e kemi namazin që nuk ndryshon juridikisht. I kemi 5 kohë namazit obligim dhe në Ramazan nuk bëhen 6 as 7. Mirë po, shtohet vëllimi i namazit. Për arsye se i falim, kjo është praktika e besimtarëve, edhe është, menoj, rrjedhoj e ndryshimit të ambientit, e që thamë, pra ngosën djerë, në Ramazan vrejnë, qartë pas i vrejnë se si prej neve ka shumë më kletë, edhe ardhin në xhami, edhe faljen në namazit në xhami, edhe faljen në namazëve në përgjithësi në xhami, edhe faljen në namazit vullnetar, ose është namazit teravih, ose namazit natës, ose kështu me radhë, edhe e vrejnë se secili besimtar natyrshëm, nga njerë të pashpjegueshëm, bëhet më i zellshëm, bëhet më i lehtë, nuk vrejnë, nuk përjeton përtaci, të cilën e përjeton jashtë Ramazanit. Duhet ta pranojmë se përtacia është njerëzore, nga njerë edhe lodhja është njerëzore, nga njerë edhe largimi prej asaj gjendjes së entuziazmit është njerëzore. Mirë po në Ramazan të gjitha njerëzit i kemi me bollëk, në base edhe për shkak të asaj atmosfere që krijohet në pranjosjen e djajve. Pra, e adhurojmë Allahun e madhruar me namaz, më tepër se sa në kohë tjera. Në Ramazan njerëzit e aplikojnë zekatin, e aplikojnë sadakan, që i bie se edhe ato ibadetet e natyrës financiare gjatë Ramazanit bëhen edhe janë evidente, por më sublimja e të gjitha veprimeve është agjerimi, që realisht është ibadeti edhe rituali më specifik edhe më ekskluziv që mund të bëjë njeri. Për shkak se, ashtu sikur se ka ardhur në hadith qudsi, i dërguari sallallahu alaihi wasallam në referencë se ka thonë Allahu i mëndruar se çdo vepër që njeriu e bën për vete, por këtu bën përjashtim, përveç agjerimit i cili
Allahu thot, bëhet ekskluzivisht për mua dhe unë ekskluzivisht për te shpërbej. Pse është thonë kjo? Është thonë për shkak se nuk ka regjistru historia që të ketë rast që të dikush t'i ketë bo shirkë Allahut me azere. Shirku manifestohet në format të ndryshme. Shirku e tim çka është? T'i jap njeriu hise dikuj tjetër përveç Allahut në atë që i takon ekskluzivisht Allahut. Për ulja, lutja, sejdëja, madhërimi, sakrifica, kurbani e të ngjashme. Do thotë çfarë do lloj veprimi të kësaj natyre, merr po për dikën tjetër. Ndërsa këto i takojnë ekskluzivisht Allahut, kjo është manifestimi i shirkut. Mirë, por nuk përmendet, as nuk mbahet mend që dikush të ketë bërë shirk me asaj. Për çfarë arsye? Për arsye se shirku ka edhe shtirje mes tjerash, ka edhe hipokrizi. Shirku ka më tepër formalitet, ndërsa te azherimi nuk kemi shumë formalitet. Te azherimi nuk kemi madje as aktivitet. Për arsye se azherimi është praktikë, është keqje dorë për ushqimet, pjesë, kontakteve bashkëshortore dhe atyre gjëra të cilat e prishin azherimin. Pra s'kemi nuk duhet ndërmarrë diçka, duhet heq dorë për të azheruar. Dhe duke qenë tillë, azherimi është ibadet dhe ritual i fshehtë, me cilin njeriu nuk mund të bëjë reklama, me cilin njeriu nuk mund të shtirë, nuk mund të bëjë hipokrizi dhe si rrjedhoi nuk mund të bëjë as shirk edhe idhujtari. Dhe për këtë arsye azherimi bëhet vetëm për Allahun dhe Allahu ka marrë përsipër që në mënyrë shumë të veçantë të shpërbrej për azherimin. Ramazani sjell në jetën e besimtarit një ekuilibër interesant. Për arsye se i gjatë gjithë vitit, gjatë 11 muajve jashtë Ramazanit, jetojmë një jetë duke e synu rahatinë dhe komoditet. Ai pse kemi edhe angazhime të dunjas, punë, angazhime për të mbijetu. Megjithatë, në të gjitha rrethanat e jashtë Ramazanit e synojmë komoditetin edhe rahatinë. Ramazani sikur e prish atë rahati dhe ne me kënaqësi e përballojmë atë mungesë rahatie dhe komoditetit, me kënaqësi e përballojmë edhe urinë, me kënaqësi e përballojmë edhe etjen, për shkak se në Ramazan në mënyrë shumë konkrete e përjetojmë se jemi duke bërë diçka për Allahun të gjithë. Edhe njeriu nuk ndihet krenar me asgjë, ma tepër se sa me ndjenjen e të bërit të vepruarit diçka për hir të Allahut, me sakrificën për hir të Allahut. Në kohë të rëndomta, njerë kjo ka lënë në rutinë, si ose është puna e namazit. Njerë lidhemi në namaz, dhe pse e falim rregullisht namazin. Mirë po, në momente të caktuara, pas edhe për shkak të lodhjes, pas edhe për shkak të hallakamës së preokupimeve të shumta, e vrejmë vetën se kemi hyrë namaz, kemi mbritë rekatin e drejtë apo të katërt të namazit, jemi të sigurt se kemi mbritë, po thuj se në fund të namazit, mirë por nuk na kujtohet si mbrim deri aty. Pse? Për arsye se në atë namaz mund të ketë dominuar ana mekanike, ana formale, ana rutinore. I bojmë lëvizjet, i themi ato poshpëritjet e namazit, lutjet, recitimet e Fatihas e Koranit e të ngjashme, megjithatë nuk na kujtohet si mbretëm në fund të namazit. Mungesë koncentrimi, nuk është diçka tjetër. Në këtë formë, namazi shpresoj të jetë i vlefshëm, mirë po, vlefshmëria e tij pastaj i vlefshëm në kuptimin e të pranueshmës, por vlefshmëria e tij pastaj është e lidhur në ngushtë gjithsesi edhe me përqendrimin që ne mund ta marrim në namaz. Përderisa kur vije Ramazani, ka paraqitër një prej dy tjetër edhe i namazit. Me më pak kërtesë e falim namazet, me më pak kërtesë edhe justifikime prezentojmë në xhami, qëndrojmë më gjatë në xhami e kështu me radhë, edhe eksisoj besimtari në një vetë nëse është duke bërë vepër të veçantë për Allahun e madhruar. Ka ikë prej rutinës, ka ardhur një
mungesë komoditeti e që njerëzit nga njerë e bojnë këtë zhvendosje njëtën e tyre edhe pa motive fetare. A i keni pa njerëzit kur kërkojnë rekreacion, edhe rekreacion knatësin e gjenë për shembull të nxitja pjeshkëve, që nuk është as pak e lejtë, ose të dalja në për vende me minimum komoditet, ngrehja e çadrave të ndryshme për të kaluar një natë apo 2 apo 3 për të bërë kamping, pse thjesht vetëm për ta thyer rutinën, ani pse me mungesë të kushteve komode jetësore. Ramazani vjen me e prish pak komoditetin, por nuk është synimi kryesor edhe i vetëm thyrja e rutinës, sa është synime në qëllime që njeriu të këndelet në motiven e tij, këndelet në besimin dhe bindjet e tija, këndelet edhe të rifreskohen në synimet e tija, po njëkohësisht mundësi e artë për ta përmirësuar edhe praktikën, edhe veprimtarinë. Ajeti që është moto e të gjitha temave të Ramazanit dhe të Agjerimit. Ajeti 183 i surës El-Beqare. Ajeti në cilin Allah i madhruar thotë: Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Po ju që keni besuar, është në bërë obligim juve agjerimi, si kurse e kishin obligim ata që ishin para jush, në mënyrë që të bëjnë të devotshëm. Këtu e kemi një ekuilibër që Allah i madhruar na e kujton gjendjen tonë, në përditshmërinë tonë, veprimin që duhet të ndërmarrë për të kaluar në një gjendje tjetër. Një veprim, sikurse është agjerimi, i cili e shpije besimtarin në gjendjen e devotshmërisë. Thjesht i devotshëm nuk është gjë e vogël. Thjesht i devotshëm është synimi sublim për çka Allah i madhruar ka dërguar pejgamber, për çka ka shpall libra. Të gjithë librat që Allah i ka shpall janë shpall në Ramazan. Edhe Kur'ani, shpallja e fundit. Edhe shpallja e tij ka filluar në Ramazan, por edhe shpallja e tij e tërësishme prej pllakës së ruajtur e Lauhul Mahfuz deri në qiellin e kësaj bote ka ndodhur në Ramazan. Edhe shpallja e parë që i ka pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë në muajin Ramazan. Pra Allah ka dërguar pejgamber, edhe ka shpall libra me një kërkesë të vetme që njerëzit të bëhen të devotshëm. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكَ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Ata që ishin para teje, edhe ju kemi porositur, s'pa keni frikë Allahut, që bëheni të devotshëm. Agjerimi në mënyrën më të garantuar e shpije besimtarin në devotshmëri e cila është gjendje, por është gjendje e admirueshme. Pas secilin besimtar, devotshmëria duhet të jetë shpëlim. Por arsye se nëse të bëhesh i devotshëm, atëherë të bëhesh, të arrish statusin e garantuar të pranimit të veprave. Nëse Allah i madhruar thotë: Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah i madhruar pranon vetëm prej të devotshmëve. I ka thonë njëherë Abdullahut të birit të Omerit, radiallahu anhuma, një punë ka dërguar për t'ia kryer, e ka dërguar të birit Abdullahut, një sadaka për t'ia dërguar dikujt, dhe kur është kthy djali po i raporton babait, po i thotë: "Baba, unë e kreva punën time, Allahu ta pranon." Thotë Abdullahu: "O birë, sigurt isha i sigurt, se Allahu do të pranoj prej meje qoftë edhe një sejtë dhe të vetëm që e kam bërë gjatë jetës. Bojmë në një sejtë. Po vetëm një, sigurt ta isha di se Allahu do ta pranoj, nuk kish pas gjë më të dashur për mua se vdekja. Do të shkruaj të nisja me njëherë për të kaluar përjetësi se innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu pranon vetëm prej të devotshmëve. Andaj edhe veprat që i bëjmë, që i kryejmë me përkushtim me një me kështu me radhë, ato do të pranohen nëse e arrim devotshmërinë.
mirë po e arritëm dhe oshmërin atë i kemi arrit të gjitha të mira. Nga se Allah i madhruar në surën Ale Imran, fletë për xhenetin dhe nëzit në te. Nëzit ma tje që të shpejtohet drejt xhenetit, që të nëzitohet drejt xhenetit dhe thot, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Shpejtoni ka falja në tjesna e Zotit tuaj dhe ka xheneti. Gjërësia e cilit ardhë në semavat o l'ardhë, gjërësia e cilit në staqit dhe toka, o iddet lil muttaqin. O iddet lil muttaqin. Ashtë bërë gati, është përgatitur për të devotshme. Xheneti është përgatitur për të devotshme. Agjerimi që të bëjnë të devotshme. Dhe në thotë të arrijet ajo gjendja në cilën njeriu. Dhe i pranojnë veprat edhe e meriton statusin e xhenetliut, edhe në këtë formë jeta e tij, edhe ajo e kësaj bote gjithsesi, për arsye se jeta e xhenetliut, pra në të përtema, është jetë e përkryer. Në xhenet nuk ka smundje, nuk ka monotoni, nuk ka mërzi. Madje edhe nëse ndonjëri prej xhenetlijve do t'i kujton të vujtjet e dunjas, do t'i kujton të me kënaqësi. Pse? Do t'i kujton të me kënaqësi për arsye se qëndrimi i tij stoik edhe me sabër në ato vujtje, atë e ka sjellë në xhenet. Mbas i sprovuarit do të dëshironte kur ta shoh shpërblimin për sabrin, për durimin që ka bërë, do të dëshironte sikur të ishte sprovuar akoma më tepër. Andaj ne të gjithë sprovohemi, sa herë të sprovohemi, nuk duhet të dëshpërohemi, por duhet të përballojmë sprovën. As të kërkojmë më tepër sprova, gjithsesi, nga se ndonjë mund na rëndoj më tepër se sa e përballojmë vetë. Mirë po, edhe nuk duhet të dëshpërohemi për arsye se pra secilës sprovë Allah i madhëruar ka vendosur dhurata edhe shpërblime të ndryshme. Ta atilla që imagjinata jonë nuk jep formë, as cilësi, as sasi. Pra, e merr statusin e xhenetliut nëpërmjet agjerimit, nëpërmjet devotshmërisë, edhe pastaj në xhenet jeta bëhet e përsosur. Mirë po, i devotshmi edhe në jetën e kësaj bote, jetën nuk e ka të përsosur dhe të përkryer për arsye se asgjë të përballshme nuk ka të përkryer. Vetëm Allah është i përkryer. Mirë po, jeta e tij e merr kuptimin edhe vlerën maksimale. Pra, nuk bëhet të përkryer. Mirë po, jeta e njeriu të devotshëm është maksimale. Për çfarë arsye? Për arsye se njeriu i devotshëm e ka një profil, si duket. Është i mirë në Zotin. Për kushtimin ndaj Zotit e ka në maksimum. Maksimumin e mundësive të tija, jo maksimumin e madje as maksimumin e kërkuar. Besimtari, mbas e kërkohen gjanat shumëta, mirë po maksimumin e asaj që mund ta bëj, ajo është ajo përkryerja hipotetike në jetën e njeriu të devotshëm. Pra, njeriu i devotshëm në maksimum është i përkushtuar ndaj Allahut që kjo. Njeriu i devotshëm në maksimum është i mirë edhe i dobishëm për rrethin ku jeton. Dhe me këte, ja garanton rretës mirësinë e plot edhe dashurinë e Allahut që kjo. Për arsye se përshpyet i dërguari sallallahu alaihi wasallam, men ahabbu an-nasi ila Allah. Kush prej njerëzve është më i dashur tek Allahu, ka thonë anfa'uhum lin-nas. Ai që është më i dobishëm për njerëzit. Ai person, të cilit mos tepërmi i shohin hajre, prej cilit mos tepërmi kanë dobi njerëzit, ai është më i dashur tek Allahu. S'mund të jetë dikush tjetër, përveç se njeriu i devotshëm. Pra është i mirë me Allahun, është i dobishëm për rrethin, është i sjellshëm. Mirësjellja në vllazër është pjesë përballëse e besimit tonë. Është pjesë përballëse edhe e pandashme e islamit tonë. Gabimi i një pjesë jo të vogël të muslimanëve qëndron në relacion me mirësjelljen, qëndron te fakti se ne konsiderojmë se mirësjellja është gjë e mirë.
Kur them kështu mos më keq kuptoni, mirësia e gjithësisë është e mirë, por kur them është gjë e mirë, do të thotë mirë është, po edhe po nuk të sonë mirë, nuk o po kiameti. A në vërtet nuk është kështu. Mirësjellja nuk është gjë e mirë, mirësjellja është esenca e gjithë mirësisë, është baza e gjithë mirësisë. Mirësjellja është ajo e cila besimtarin e shpije deri në fëqinësi me pozitën e të dërguarit të Allahut në xhenet. E kam pyetur dërguarin sallallahu alaihi wasallam, çka i shpije njerëzit më së tepër në xhenet? Ka thonë, takvallahi wa husnul khuluq. Dhe osmëria të Allahut e në mirësjellja. Ne mendojmë se mirë është, ama edhe por në kebone s'mbetet shumë mangu. Jo, pa mirësjellje njeriu edhe nuk mund të arrijë aty ku synon. Kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja kanë përshkruar një grua formalisht të devotshme, me shumë namaz, me shumë agjerim, me shumë merak, mirë po e pasjellshme. Mes tjera që kanë thonë, ajo në gjuhën e saj, me të folën e saj, ishte qëtëson fëqinjë e saj. Thotë në Dërguari sallallahu alaihi wasallam, ajo do të përfundojë në xhehenem në zjarr. Mirësjellja ku i ka mungu, për shkak të asaj shkon në zjarr, është e rëndësishme. Agjerimi krijon besimtar të devotshëm, devotshmëria, profili i besimtarit të devotshëm mes tjera është edhe skajshmërisht i sjellshëm. I dobishëm për rrethën, i sjellshëm për të gjithë ata me të cilët mund të ketë lidhje, mund të ketë relacion, për të gjithë ata me të cilët mund të komunikojnë. Edhe gjithsesi obligueshmëria e kësaj mirësjellje, njëjtë sikurse edhe obligueshmëria të bëjë dobi njerëzimit, nuk fillon nga jashtë, duke u afruar brenda, po fillon nga epicendra i vetë. Epicendra është vetë besimtari, e pastaj prej rrethit të afërt, duke u shtri ndikimin atë sa mund të shtrihet të zgjerohet rrezja e veprimit të besimtarit. Në këtë rast duhet të nënvizuar se njerëzit që mos tepërmi kanë hise në dobinë që ti mund t'ja shkaktoj njerëzimet, edhe në mirësjelljen që do ta aplikojsh në relacion me tjetër, janë ata më të afërmit tu. Nuk bën në asnjë mënyrë, nuk bën, nuk lejohet, nuk imagjinohet që tjetë një njeri i mirë me rrethin e largër, ndërsa i keq me rrethin e afërt. Nuk mund të imagjinohet një njeri si i mirë, derisa nuk është i mirë vallë parë me prindërit e vet, pastaj me familjen e ngushtë që është shortja e fëmijët, vëllezërit e motrat, pastaj duke kaluar te familja e gjanë, pastaj parentisi, edhe deri ku të njohin njerëzit. Në të gjitha këto, besimtari ka obligim për arsye se secila lidhje ka detyrime. Ka lidhje gjaku, lidhje besimi, lidhje afërsie, lidhje fëqinësie, nëse të gjitha këto lidhje janë të bëra bashkë të një person. E ke edhe familjar, e ke edhe besimit musliman, e ke edhe fëqinj, atër të gjitha këto të reflektohet obligimit ndaj tij. Dërsa nëse ndonjëri e ka vetëm një aspekt të këtyre lidhjeve, pra ajo lidhje prodhon obligime edhe detyra. Kështu është feja jonë. E këtij është këtë devotshmëri të cilën ne e synojmë. Allah i mëruar pra kur i përshkruan ata të devotshmit për cilët i ka përgatitur xhenetin. Vetëm sa për të ilustruar për shembull, pra ku i referohem ajeteve të surës Al-Imran, ajetet e Muttaqin, është përgati për të devotshmin, pastaj vazhdojmë ajetet në përshkrimin e asaj se kush janë ata të devotshëm. Elladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Ata të cilët japin edhe shpenzojnë, edhe atëherë kur qëndrojnë mirë, edhe atëherë kur nuk qëndrojnë mirë. Ka të vinë në lajë. Ata të cilët e shtypin mbledhjen vetë për mbahen në rast të mbledhje. Është prej gjërave më të vështira, edhe është prej gjërave që shtatjesma të mos e njerëzve përfshirë besimtarët këtu binë sprovë edhe u dalin pa pikat e dopta,
gjendja e zemrimit. Shumë prej neve reagojmë në situatat caktuara edhe kur i thuhet për shembull pse fole ashtu, pse veprove ashtu, pse reagove ashtu, ai pasi të kenë kaluar disa minuta thotë, ma bëni halal, po isha shumë nervoz, isha shumë i zemruar. E po, pikërisht kjo është sprova e besimtarit, se në rast të zemrimit të përmbahesh, për arsye se mirësjellja edhe zotëllëku, kur nuk ka provokim, është lehtë. Mirë po bashkë ajo pjesa më interesante dhe më e vlefshme e mirësjelljes del në pa atëherë kur ekziston provokimi, atëherë kur ndonjërit prej neve mund t'i duket se ka arsye të reagoj. E Allah i mënduar po jo, i devotshëm është ai i cili edhe kur mendon se ka arsye, vetë përmbahet. Edhe këtu ekziston një lidhje interesante shumë mes azhërimit edhe vetë përmbajtjes në rast të zemrimi, për shkak se edhe azhërimi është vetë përmbajtje. Jemi në ndodhë, sigurisht se cilit që në ditë të Ramazanit, pas ditët i furt, në këtë qëllë azhërimi, në këtë ka pru uria, etja, në gjithë atë edhe pse i kemi ushqimet e pije pa për vetës, por nuk i shijojmë dhe sa të mos vi leja për të shijuar ajo është për dividjeve të zani akshamet. Kjo është vetë përmbajtje. Po të gjitha fushat vetë përmbajtja e ban njeriu të madh. E ban besimtarin të sjellshëm e ban akoma më sjellshëm, të mirën e ban akoma më të mirë. Ve afina anin nas, edhe ata cilët i ndjejnë njerëzit, i falin njerëzit. Kjo falja që secili prej neve është i thirrur dhe ka mundësi ta aplikojmë me njerëzit, duke qenë se ne në relacionet tona, në lidhjet tona, në komunikimin tonë, megjithatë gabojmë dhe ndjejmë tjetër. Gabojmë në shprehje, gabojmë qëllimshëm, gabojmë pa qëllim, gabojmë me vetije, pa vetije, keq kuptohemi e të ngjashme, edhe sikur gabimet të ishin të pashkyeshme, ose në rrafshin ndër njerëzor, ose në mes rrogët edhe Zotit, sikur të ishin të pashkyeshme, atëherë nuk do të shpëtonte asnjëri, se potencialisht të gjithë jemi gabimtar. Por ekziston falja, ajo e cila i bën situatat që krijohen prej gabimeve të tejkalueshme. Dhe nuk ka diçka më madhështore se sa mundësia e cilit të për ta ndjeje dhe për ta falë tjetër. Kërkoj apo nuk kërkoj falje, kjo falë pa rëndësi. Nëse dikush ka gabuar dhe teje, edhe nëse kërkon falje, ta mund puna mos me e falë. Do të ishte likësi mos me e falë, për ke mundësi ta falësh tjetër, edhe të ka kërku falje. Mirë po, akoma më madhështore është nëse e falë dhe ndjen tjetërin, edhe nëse ende nuk ka kërku falje. Pra, këtë në cilësit e të devotshmit që Allah i madhuar i përmendën në Kur'an, e cilat në mënyrë të garantuar arrihet nëpërmjet azhërimit, në mënyrë se të bëhemi të devotshëm. E kur bëhemi të devotshëm, këto bëhen cilësitë tona. Dhe i devotshmi a bëhet angel, a bëhet i pagabueshëm, përgjigjja është kjo. Edhe kur të arrin gradën e devotshmërisë, ai prapë do të vazhdojë të gabojë. Madje i devotshmi ka mundësi me të bëjë edhe gabime të rënda, edhe shkelje të rënda, të bëjë edhe likësi. Ka mundësi të bëjë edhe vepra të ndryta. Në këtë na jep përshkrimi vijues, ta kuptojmë, për ledhine i dha fa'alu fahishatan, të cilët, pra, akoma Allah po flet për të devotshmit, thot të cilët kur bojnë ndonjë vepër të ndrytë, shumë të rikë, e u zalemuha anfusahum, ose i bojnë vetës zullum në padrejtësi të madhe, dhe nuk ka padrejtësi më të madhe se sa gjunahet dhe mëkatet që i ka njeriu. Dhe Allah thot, dhe të cilët kur bojnë ndonjë vepër shumë të rikë, edhe padrejtësi të madhe ndaj vetës, dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim. Ata e kujtojnë Allah, dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre. Dhe thot i devotshmi nuk bëhet i pagabueshëm,
por i devotshmi është i kthyrshëm. I devotshmi nuk i insiston në gabim. I devotshmi nuk thot e po gabova tash do të vazhdoj të qëndroj, do të vazhdoj ta mbroj, ta bëj qëndrimin tim të gabuar. Jo, i devotshmi në momentin që i bëhet të qartë se një fjalë vepër apo qëndroj vështirë apo shumë, ai më një frejnë Allah, e kujton Allahun, edhe e di, i vjen në mend se Allah nuk është i kënaqur që të bëjnë ato vepra. Aq më pak, Allah nuk është i kënaqur që të vazhdohet në ato vepra, dhe e kujton Allahun dhe kërkon falje për mëkatet e veta. Përshkrim këtë formë i njerëzve të devotshëm, e shohim se sa bukur i lidh këto gjona, të cilat si detaje e përkojnë një mozaik të rëndësishëm, cili ne duhet ta kemi parasysh për ta kuptuar se cili është profili i njeriu të devotshëm, i cili synohet të arrihet të jetësohet nëpërmjet agjerimit, nëpërmjet gjitha veprimeve që i kryejmë në Ramazan, të devotshmërisë si synim final që e kemi. Në momentin që arrijmë ta bëjmë këtë, jeta jonë merr këtë. Veprat tona fitojnë vlerë. Ka unë disa transmetime se veprat e ndalë të Ramazan shumë pishohet vlera e tyne. Arrim se disa për atyre transmetimeve janë të kontestueshme nga aspekti i saktësisë. Përse ka që kuptimi është i saktë se veprat të vërtetëmarin vlerë më të madhe. Por kjo, unë mendoj se besimtarin si mundësi mund të shoqëroj edhe pas Ramazanit, posa sërish kur arrin devotshmërinë. Por arsye se në momentin që besimtari arrin devotshmërinë, ai arrin ta rregullojë edhe motivet e vet, arrin ta rregullojë edhe niyetin e vet. E niyeti pastaj e çon njeriu atje ku nuk e çojnë komplet. Niyeti, motive i rregulluar si duhet, shpia atje ku nuk shpia as makina as aeroplani. Njeriu mund të arrijë gjëra të mrekullueshme me niyet edhe me përzemërsi. Njeriu pa gjatë mund të fitoj sevap. Mjafton ta shohësh tjetrin duke bërë një vepër të mirë, edhe të thuash në pamundësi, që se kjo punë lyp sinceritet, në pamundësi të thuash sikur të mundja, sikur të isha mundësi, edhe unë do të veproja sikur se veprona njeri mirë atje. Thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam në statusin e të shpërblyerit të vjen të barakat. Ai do të shpërblehet për punën që e ka bërë, ky do të shpërblehet për synimin që e ka pas se Allahu e di se ky është i përzemët në atë që e dëshiron. Pra këtu e shkojmë se i devotshmi i rregullon jetën në motivet e tij, i rregullon veprat e tij, i ashton cilësinë ibadetit të tij, edhe në përgjithësi si rrjedhoj përfundimtare, i devotshmi e te i kalon dëshirën vetamake për të përfituar. Nuk i thënë ma vetëm për vete, nuk i dëshiron të mirën vetëm vetes, pohet dashamerës për të gjithë. Zatën edhe nuk plotësohet imani, por derisa besimtarit mos ja dëshiroj vëllait atë që ja dëshiron vetes. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Asnjëri prej jush nuk ka besuar derisa të mos ja dëshiroj vëllait atë që ja dëshiron vetes. Po, nuk është kusht ta kesh vëlla tjetër. Po, mjaft bën edhe nëse është i huaj, madje bën edhe nëse është jo musliman. Bën mja dëshiru të mirë. Çfarë kuptimi? Po nuk ka pas më dashamerës në fytyrë tokës e gjatë gjithë historisë njerëzore se sa pejgamberët e Allahut. Dhe dashamirësia e tyre ka qenë shembullore, ka qenë frymëzuese edhe për neve. Sa do të dëshironte i dërguari sallallahu alaihi wasallam sikur të udhëzojë xhaxhai i tij Abu Talibit. Kur vdiste Abu Talibi, i dërguari sallallahu alaihi wasallam u pikëllua shumë. Pse u pikëllua? Ati kishin vdekje edhe xhaxhallar tjerë, i kishin vdekje edhe vratë edhe fëmijët e tij. Mirë po u pikëllua për të mes tjera se vdes pa besu. Sa kishte dëshirë të madhe, dashamirësi të madhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur bëri lutje, o Zot, forcoje Islamin me njërin prej dy burrave që është më i dashur tek te. Me Amr ibn Hishamin, që ishte Abu Jehli, armiku i përbetuar i dërguari sallallahu alaihi wasallam, ose me Omer ibn Khattab.
Dhe Allah me mundësinë e tij e pranoi lutjen për njërin, jo për tjetrën. Mirë po dashamirësia e dërguarit sallallahu alaihi wasallam ekzistonte. Dashamirësia e tij e shoqëronte deri në atë mas, saqë Allah i madhruar i dha vërejtje. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Atë dëshiron të shkatërrosh vetën tënde, duke ngarendur pas tyre nga keqardhja, pse s'po besoj. Edhe një vërejtje e këtij është në Kur'an, përapërsisht në këtë kuptim, do thotë Allahu i jep të vërejtje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për atë dashamirësi të bollshme që e kishte për njerëzimin, e cila shpesh manifestohej me keqardhje të skajshme, të tepruar pse nuk po besojnë njerëzit. Tash nëse ne si të devotshëm, e synojmë devotshmërinë, shërbëtyrën konkrete, sikur duhet bëhemi e kemi të dërguarit e Allahut në përgjithësi, e tek i fundit në veçantë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe shohim sa dashamirës ishte i dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Sa i kujdesshëm ishte edhe dashamirës. Hajde të mos themi nga se ne nga njerë i trajtojnë njerëzit, jo vetëm edhe si mbas besimit, po i trajtojnë edhe si mbas qasjes që kanë ndaj neve. Pra ka që nuk e dojnë besimin me neve, kanë jetin besimin me neve, por janë të korrekë, nuk në armiqësojnë, edhe ka të atjenë që në armiqësojnë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe me ata që ndoshta ishin kanceri i shoqërisë në kohën e tij, me hipokritët që shtireshin si besimtarë, vërtet ishin armiq, i dërguari sallallahu alaihi wasallam edhe për ta kishte shumë dashamirësi. Erdhi një vërejtje kur kërkoi falje për krejun e hipokritëve Abdullah ibn Ubay ibn Selul. Erdhi një vërejtje nga qielli, i tha Allah i madhruar, istaghfir lahum, e u janë istaghfir lahum. Po deshe kërkon falje për ta, po deshe mos kërkon falje për ta, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum. Po edhe po kërkove për ta falje 70 herë, Allahu nuk do t'i falë asnjëherë. I dërguari sallallahu alaihi wasallam thuhet këtë deklaru, po isha i sigurt se kërkimi i falje për ta, në tepër se 70 herë, do të bënte dobi, do ta bëja. Mirë po ndalesa nuk i barë, si kufizim të numri 70, po ndalesa i barë e sot duash kërko falje se ata nuk do të falën, dhe e la kërkimin e faljes. Pra kaq dashamirësi kishte i dërguari sallallahu alaihi wasallam për ata që armiqsonin, për ata që thonin intriga, për ata që i bënin kurtha. E ne sot e synojmë xhenetin, synojmë cilësinë e tij në xhenet, mirë po leqës kemi dashamirësi për kundërshtarët e armiqësorët e kështu me radhë. Po e këtë qartë do të thëmë, ne s'kemi dashamirësi as për njëri tjetrin, po as një keqe. Nuk kemi shumë ngrohtësi për besimtarët, a nuk kemi shumë fragmentarizuar, a nuk kemi shumë përçarë, a nuk ka në mesin e njerëzve që falen tjetën xhamia, tjetën safe dhe pas tjetën imam, a nuk ka akoma mos burrëshmëri, po një kesh me i thonë përçari edhe të realisht ashtu është, po hajde themi mos durim. Do thonë jemi akoma kemi distancë për të kalu, për të mëri të gjendja e mirë. Nuk është distancë e pakalueshme gjithsesi. Madje vjen të them, Ramazani është mundësia më e mirë. Me ndonjërin mund të mos kesh relacion fare, ose me ndonjërin mund të kesh një raport të prishëm. E ke njoft, e ke pas dashamirë, e ke pas të afërt, por në një arsye jeni ke dëruar. Ramazani është mundësia e mirë që të shkrijetore e partijë. Ramazani është mundësia më e mirë që njerëzit të pajtohen dhe të afrohen ndërmjet vete. Për arsye se agjerimi fillon kolektivisht dhe përfundon kolektivisht. Ramazani prodhon edhe unitet, Ramazani prodhon edhe pajtim, Ramazani prodhon edhe solidaritet. Kemi gjithë ato fusha të veprimit në aspektin solidaritetit dhe të pamësisë, të humanizmit, që në Ramazan aplikohen në mënyrë shumë më të lehtë dhe janë të preferuara dhe shoqërzohet dhe në praktikat e muslimanëve janë shumë evidente. Andaj të gjitha këto duhet të jetësohen dhe mundësia më e mirë
faktën në këto pak ditë që na kanë ngjerë, 5 ditë që i kemi deri në fillim të Ramazanit, të mendojmë për të aplikuar, edhe nëse mendojmë sinqerisht, edhe e bëjmë planin me korrektësi. Në momentin që vijë Ramazanit, do ta kemi shumë të lehtë ta aplikojmë normal. Nëse jemi akumuluar me mjaftueshëm mirësi, atëherë do t'i arrijmë të gjitha synimet. Por nëse nuk kemi akumuluar mjaftueshëm mirësi, atëherë të paktën në Ramazan nuk kemi arsye t'ia vëmë fajin shejtanit dhe të themi na mashtroi shejtani, por shkak se në Ramazan Allahu i madhruar do ta minimizojë ndikimin e tij. Atëherë nëse në Ramazan nuk përmirësohemi, ma bëni Allah për shprejën që do të përdore, po atër shejtani po bëjmë i vetëni. E nuk do t'ishtë mirë, do t'ishtë humbje e madhe, me e lanë Ramazanin me në kalu, pa përfitu për ti edhe pa e shpecu mësin që vërtet ta avancojmë qoftë edhe në raport me shejtani, sa e do të zgjidhet të po. Është për angosë në të Ramazanit, ditër e bajramit ai do të zgjidhet, ai do të përpiqet na dëmtoj, mirë por ne kemi kaluar një distancë, ne kemi krijuar një avantazh, një përparësi, edhe ta kemi një imunitet më të forcuar edhe ka shiti. Allah i shpërblet koronatën, kërkoj falje që e zgjata, i falënderoj shumë koronatën për prezencën, për nderin, për respektin, mos me lërë të mirë, Allah shpërblet, falënderit shumë. Allahu na mësoj që gjithmonë të takohemi në takimet hajër.